Në kuadër të Tetorit Roz, Drejtoria e Shërbimeve Sociale në Bashkim Pogradec, në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, zhvilluan një takim informues dhe sensibilizues pranë qendrës multifunksionale. Takimi kishte për qëllim ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për rëndësinë e parandalimit të kancerit të gjirit dhe kujdesin e vazhdueshëm për shëndetin e tyre. Në aktivitet morën pjesë gra dhe vajza nga komuniteti rom, egjiptian dhe mëgjer, të cilat ndoqën me vëmendje këshillat e specialistëve mbi kontrollet periodike dhe zbulimin e hershëm të sëmundjes. Gjatë bashkëbisedimit u theksua se kujdesi për shëndetin duhet jetë prioritet çdo muaj të vitit, jo vetëm gjatë fushatës së Tetorit Roz. Në përfundim të takimit, pjesëmarrëset u shpërblyen me paketa higjienike të mundësuar nga Fondacioni CFN Albania. Ky aktivitet është pjesë e nismave të vazhdueshme të Bashkisë Pogradec dhe institucioneve partnere për rritjen e ndërgjegjësimit dhe mbështetjes së grave në komunitet, duke treguar se vit pas viti pjesëmarrja dhe interesi po rritet ndjeshëm.